Përshëndetje Jelo, mirë se keni ardhur në intervistë. Çfarë mund thuash diçka për karrierën? Atëherë, unë kam studiuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, në Fakultetin Inxhinieri Informatike. Pasi mbarova studimet, punova edhe ndërkohë gjatë studimeve, më desh të punoja disa vite në Shqipëri, kam punuar në fushën e laboratoreve mjekësore, kam qenë teknik aparaturash. Në moment që mbarova studimet, pastaj duke parë që tregu ishte shumë i vështirë në Shqipëri për të gjetur punë tjera që ne i dim, vendosa të ikim në Gjermani, duke qenë se kisha edhe shok që më thoshin që hajde sepse ka mundësi. Kështu që në vitin 2016 u largova dhe që prej nga ai moment deri sot, afërsisht 10 vite domethënë, punoj inxhinier informatike në kompani të ndryshme domethënë. Atëherë pse jemi sot në Shqipëri? Sot në Shqipëri domethënë era për dy arsye kryesore. E para ishte kongresi i Lëvizjes Bashkë dhe i dyti ishin këto protesta që kanë nisur tash 3 javë, që nuk mund na mbante vendi domethënë dhe duhet të vija patjetër. Kështu që këto ishin dy arsyet kryesore. Kemi një dorë shumë fuqishme nga diaspora. Është më shumë shpirtërore apo edhe Dora nga diaspora është e gjithanshme. Nuk mund ta përkufizosh, domethënë, edhe ne që jemi andaj nuk e përkufizojmë dot atë ndjesi që kemi brenda. Vjen në radhë të parë nga fakti që këto lloj protestash nuk ka ndodhur ndonjëherë. Edhe ne nuk e pristim. Ne domethënë ka diskutime shpesh ndër vite që thonë shqiptarët nuk e bëjnë dot, shqiptarët të rinë në kafe, kështu po treguam. Ne po i tregojmë dhe Evropës që ne nuk jemi ata që kemi treguar ose është dukur kaq vite, po jemi ata që në momente decisive dimë edhe të ngrihemi dhe jo vetëm të ngrihemi në mënyrë vulgare, po ne po bëjmë protesta që sot edhe Evropa i ka zili. Dhe mua shpesh më shkruajnë shok gjerman të huaj që më çojnë foto ose video nga protestat që ndodhin në Shqipëri, të cilat shpeshherë shfaqen edhe në mediat perëndimore dhe më thonë e keni bërë shumë bukur, shumë ide bukur etj. Pra, protesta që po ndodh sot në Shqipëri është një rast unik jo vetëm për Shqipërinë, po edhe në botë nuk e shef shpesh. Si mendon të ardhmen fundin e protestave? Unë mendoj që protestat duhen të zgjasin më. Shoh që presioni është rritur shumë edhe ndaj qeverisë, edhe ndaj kryeministit, pavarësisht se roli i tyre për të mbajtur ato pozita që sot kanë është të tregojnë që ata nuk po ndikohen dhe prandaj shpeshherë dalin edhe përdorin tallje ose përdorin mënyra për treguar për të paksuar vlerën e protestës. Po unë ajo që shoh që lexoj pas kësaj reklame është që presioni është rritur shumë. Shoh që edhe përçarje brenda qarqeve qeveritare ose në rastin e Partisë Socialiste që është në pushtet sot ka nisur. Ne si qytetar, si brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë duhet i mbajmë këto protestat, duhet të kujtojmë që ne kemi mbajtur mbi supe 35 vite, kemi mbajtur mbi supe migracion, kemi mbajtur çdo lloj shtypje dhe shkelje dhe tani të mbajmë disa ditë apo ndoshta edhe muaj protestat është diçka normale dhe është diçka që na jepet rasti jo gjithmonë. Prandaj këto protesta duhet të vazhdojnë, që presioni të bëhet aq i madh si brenda dhe jashtë vendit dhe në diasporë, në mënyrë që qeveria dhe kryeministri të japin dorëheqje dhe të kalojnë në zgjedhje të tjera të parakohshme. Ne nga diaspora jemi duke bërë përpjekje, duke kontaktuar vazhdimisht edhe eurodeputet, edhe organizata të tjera apo politike për të na mbështetur dhe faktikisht mbështetja është shumë e madhe. Ne pamëm në Kongresin e Lëvizjes Bashkë sot që kishte mesazhe për shembull nga partia Die Linke të majtët në Gjermani apo nga organizata të tjera deri në Amerikë domethënë. Kështu që duhet ta vazhdojmë. Nuk ka zgjidhje tjetër, mendoj, edhe nuk është as diçka që kërkon shumë kosto. Është diçka duhet të dalim edhe të tregojmë atë që kërkojmë me 35 vitesh. Po këtë ta tregojmë në shesh edhe të kërkojmë qeverisë dorëzohet. Atëherë ka elu një mesazh për shqiptarët brenda jashtë Shqipërisë kudo ku janë. Mesazhi im kryesor është kjo që ekziston një mundësi më e mirë jetese. Se ajo që ne kemi në Shqipëri, se ajo që ne jetojmë për 35 vitesh. Dhe kjo nuk kushtet në të cilat ne jemi nuk vijnë si pasojë e paaftësisë tonë, e paaftësisë shqiptarëve, po vjen si pasojë e keqeverisjes e elitës politike që na ka udhëhequr këto 35 vite. Nëse ne arrim në këtë moment decisiv ta heqim këtë elitë politike, dhe kur flas për elitë politike nuk flas vetëm për një person, Edi Ramën apo Sali Berishën, po është një qark pak më i gjerë. Nëse ne arrim ta heqim këtë elitë politike që ka keqeverisur vendin për kaq vite, atëherë do kuptojmë që jeta ka më shumë vlerë se sa ajo që ne mendojmë këtu në Shqipëri. Dhe këtë e them duke parë dhe se si funksionojnë shtetet të tjera në Evropë. Unë aktualisht jetoj në Gjermani dhe shoh që shteti luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën e njerëzve dhe në lumturinë e njerëzve. Kështu që do i thosha edhe një herë mesazhin, vazhdoni protestat, që ta ndryshojmë dhe të arrijmë atë që gjithë duam, që gjithë tonë për protesta Shqipërinë e re. Faleminderit.